Situata politike dhe rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ishin temat kryesore të diskutimit që kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pati me deputetin e CDU-s në Bundestagun Gjerman Peter Beyer në Selim Blu. Kryedemokrati për mediat zbuloi detajet për çështjet dhe qëndrimet që mbajti në bashkëbisedimin me raportuesin për Shqipërinë e CDU për situatën në vend. Natyrisht e njoha dhe me pengesat e mëdha, serioze, shumë të mëdha, me gjendjen e bllokimit të plot të sistemit të drejtësisë, kartelet e drogës dhe fuqinë e tyre shumë të madhe për shkak të lidhjeve të niveleve më të larta dhe vështirësi të tjera me të cilat ne përballemi. Politikani gjerman tha se ishte i shqetësuar për zhvillimet e fundit. Jemi të shqetësuar nga zhvillimet e fundit në Shqipëri. Gjermania mbështet një PD të fortë në rrugën evropiane. Por për të gjithave, Sali Berisha thot se partia që drejton mbetet e vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sigurova se ne qëndrojmë të vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Europë si projekti më i mirë, projekti për të ardhmen më të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Deputeti gjerman Peter Beyer vlerësoi bashkëpunimin me Partinë Demokratike dhe theksoi se një opozitë e fortë është thelbësore për demokracinë e Shqipërisë. Një parti demokratike e fortë dhe një opozitë e fortë janë thelbësore për të ardhmen e demokracisë në këtë vend. Prandaj ne shtrim një dorë bashkëpunimi dhe ofrojmë mbështetjen tonë. Deputeti gjerman i CDU-s Peter Beyer, njëkohësisht drejtuesi i grupit për Ballkanin Perëndimor në Bundestag, takoi përfaqësues të opozitës dhe mazhorancës, ku në fokus ishin çështjet e integrimit.